Profesori i njohur i marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyçi ka reaguar në lidhje me ndeshjen e zhvilluar mbrëm mes Shqipërisë dhe Serbisë. Ai nuk u shpreh i kënaqur me rezultatin, derisa beson se kjo ishte një marrëveshje mes Edi Ramës, Aleksandar Vučićit dhe Armando Dukës, që ndeshja të mbyllet pa gola. Armando Broja pas ndeshjes së mbrëmshme me kombëtaren serbe thoshte se na mungoi vetëm goli. Ai tha një të vërtetë, mungoi goli ose munguan golat. Po pse ndodhi kjo? Sepse ishte e paravendosur. Ndeshja duhet të përfundonte 0-0, nuk duhet të përfundonte as 1-1, as barazim me një shifër tjetër, vetëm 0-0. Kjo ishte marrëveshja midis Edit, Vučićit dhe Dukës, prandaj dhe mungoi goli, madje për këtë shkak mungoi edhe goli i Manajt në shënimin e penaltisë. Rrjeta duhet të ishin të paprekura dhe Adem Jashari duhej përzën nga stadiumi. Ndryshe nuk shkëlqente aty, taulanti i ballajve. Nuk ishte gjithashtu moment më të mirë se ky, që Edi e Vučići të shiteshin si paqebërës në Europë, të dyja në siklet dhe u duhet protagonizmi për paqe.